Java kulturore e Hungarisë në Vlorë, një ekspozit me fotografi të Roland Tashos me pamje nga Hungaria është qelur këtë të njëjtë në hollin e teatrit Petro Marko të qytetit të Vlorës. Në foto pamje nga kryeqyteti i Hungarisë, por dhe nga qytetet e tjera të vendit, si dhe diplomat hungarez me veshje shqiptare. Pas Tiranës dhe Shkodrës, ekspozita vjen edhe në Vlorë. Në fjalën e tij, drejtori i teatrit Petro Marko, Artur Dhamo, e ka quajtur një aktivitet me mjaft rëndësi, duke sjellë në qytetin e Vlorës një ngjarje shumë të rëndësishme si java kulturore hungareze. Ana profesorës së mbretërisë së Bashkisë, me pamundësi pasi një aktiv i rëndësishëm nuk mundi, do të ta kemi në momentin e vazhdim. Faleminderit Ambasada e Hungarisë në Tiranë për këtë atmosferë të bukur që kemi sot në aktivitet Aroma Hungarie, me të vërtetë që ju Aroma Hungarie në të gjithë sensin, qoftë aspekti fotografik, në mi qendër është mjeshtri Roland Tasho, me katalogun e tij me fotot, por qoftë edhe në pjesën e degustimit dhe ajo që është në kryesore për mua, duke shijuar të bëndë të mrekullueshëm atë në atmosferë. Përshëndetje për pjesëmarrësit dhe aktivitetin ka ardhur më pas edhe nga fotografi Roland Tasho, por dhe ambasadorja e Hungarisë në Tiranë. For the municipality of Vlora and also our honorary consulate in Libohova to organize this event today. This is the fourth day of our Hungarian Cultural Week. Dua të falenderoj Bashkinë e Vlorës dhe teatrin Petro Marko për këtë mundësi që na dhanë në çeljen e ekspozitës me foto nga kryeqyteti por dhe qytetet e tjera të Hungarisë. Dua të falenderoj edhe fotografin Roland Tasho që bëri të mundur këto pamje nga qytetet tona kryesore. Por padyshim, është mjaft e rëndësishme që java kulturore e Hungarisë pas Tiranës dhe Shkodrës vjen tashmë edhe në qytetin e Vlorës. Dua të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit për mundësinë që kanë dhe për atë që vizituan këtë fotografi me pamje që vijnë nga qytetet tona. Është një ekspozit mjaft e rëndësishme për kulturën e Hungarisë, por mbi të gjitha për atë që shfaqet në qytetet kryesore të Shqipërisë. Unë dua t'ju falenderoj dhe natyrisht t'i uroj të gjithë pjesëmarrësit që pranuan ftesën tonë. Falenderoj ambasadën hungareze në Tiranë që bëri të mundur këtë hapjen e kësaj ekspozitës, si Bankën OTP, që ajo ishte pjesë, dhe së bashku me konsulin hungarez, Ervin Libohovën, bëm të mundur hapjen e kësaj ekspozite në Tiranë, e filluam pastaj në Shkodër, Durrës, Gjirokastër, tani në Vlorë dhe përfundoi në Kos. Dhe kjo është ekspozita ka dy tre ngjarje, si të thënë, është bukuritë e kryeqytetit të Hungarisë, që njihen e tij. Pjesa tjetër është disa diplomat hungarez që unë kam shumë personë të veshur në kostume shqiptare. Një pjesë e vogël është edhe shqiptarët e suksesshëm që përmendet në Hungari. Ekspozita do të vijojë të qëndrojë e hapur për disa ditë për të gjithë artëdashësit dhe qytetarët e Vlorës.